Mirëmëngjesit dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 6 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 6 mars dhe do të kthehemi në vitin 1869, ku kiministri rus Dmitri Mendelejev prezantoi për herë të parë tabelën periodike të elementeve, duke revolucionarizuar shkencën e kimisë. Pas disa dekadash, në vitin 1899, kompania gjermane Bayer regjistroi zyrtarisht aspirin si markë tregtare, duke dhuruar botës një nga ilaçet më të përdorura të gjithë kohërave. Dita e 6 marsit shënon gjithashtu një moment historik për Afrikën, pasi në këtë datë, në vitin 1957, Ghana fitoi pavarësi nga Britania e Madhe, duke u bërë vendi i parë në Afrikën nën-sahariane që ndërpreu sundimin kolonial. Por jo gjithmonë kjo datë ka sjellë lajme të mira. Në vitin 1987, tragjedia anijes Herald of Free Enterprise në Belgjik tronditi botën kur anija u përmbys menjëherë pas nisjes, duke marrë jetën e 193 personave. Ndërsa në vitin 2018, Sri Lanka u zhyt në kaos, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas trazirave të lundshme mes komuniteteve. 6 marsi është dita 65 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1521. Ferdinand Magellan zbuloi Guamin, ishull në Oqeanin Paqësor. 1853. Në Venedik u mbajt premiera e operës La Traviata të Giuseppe Verdit. 1869. Dmitri Ivanovich Mendelejev paraqiti sistemin periodik të elementeve kimike. 1899. Firma gjermane Bayer AG bëri regjistrimin e aspirinës si produkt të mbrojtur. 1957. Ghana fitoi si vendi i parë i trupave afrikane pavarësinë nga Britania e Madhe. 1967. Vajza e Stalinit, Svetlana Alieva, kërkoi strehim politik në ambasadën e SBA-s në New Delhi, Indi. 1992. Në Mostar ndodhi konflikti i parë i armatosur në mes të serbëve, kroatëve dhe bosnjakëve. 2008. Tërmeti 10 km në jug perëndim të Gjilanit, tërmeti ishte nga ora 4:30 minuta prej 3.6 ballës të Richterit dhe nga ora 4:59 minuta e që ishte 3.4 shkallë të Richterit. 2008. Në liçenin e Farkës së Tiranës ndodhi një tragjedi ku humbën jetën 16 persona. Por si çdo datë tjetër, kjo datë ka sjellë në jetë edhe personalitete të shuara dhe në vitin 1475 erdhi në jetë Michelangelo, skulptori dhe piktori i famshëm i rilindjes që la pas kryevepra si kupola e Kapelës Sistine dhe statuja madhështore e Davidit. Në vitin 1619 u lind Cyrano de Bergerac, shkrimtari dhe filozofi francez, historia e të cilit frymëzoi një nga dramat më të njohura të letërsisë. Me kalimin e kohës, në vitin 1806, në botën e poezisë britanike, erdhi në jetë Elizabeth Barrett Browning, një nga poetet më të shuara të epokës viktoriane. Ndërsa në botën e ekonomisë, në vitin 1926, u lind Alan Greenspan, njeriu që të drejtonte për dekada politikën monetare amerikane si kreu i Rezervës Federale. Më pas në vitin 1946 u lind David Gilmour, kitaristi dhe vokalisti i grupit legjendar Pink Floyd, duke i dhënë muzikës rock tingull që do të mbeteshin të paharrueshme. Lindje 1475. Lindi Michelangelo, skulptor, piktor dhe arkitekt italian. 1619. Lindi Cyrano de Bergerac, shkrimtar francez. 1806. Lindi Elizabeth Barrett Browning, poeta angleze. 1922. Lindi Kemal Dracini, kritik, studios, publicist, levrues i poezisë e i prozës dhe mësues shqiptar. 1926. Lindi Violeta Manushi, aktore shqiptare.
1928. Lindi Gabriel Garcia Marquez, shkrimtar kolumbian. 1972. Lindi Jacques O'Neal, basketbollist amerikan. Por kjo datë ka shënuar gjithashtu dhe ndarjen nga jeta të figurave të njohura dhe në vitin 1836, gjatë betejës së famshme të Alamos, humbi jetën Davy Crockett, një nga ikonat e historisë amerikane. Në vitin 1900, bota humbi Gottlieb Daimler, shpikësin gjerman që revolucionarizoi industrinë e makinave. Në vitin 1953, raperdja për Josef Stalinin, liderin sovjetik që kishte drejtuar me dorë të hekur Bashkimin Sovjetik për dekada. Ndërsa në vitin 1994, arti dhe politika greke humbën aktoren dhe ministrin e kulturës, Melina, një grua e cila luftoi për rikthimin e relikteve të lashta greke në dheun e saj. Së fundmi në vitin 2022 nda nga jeta Emilio Delgado, aktori amerikan i njohur për rolin e tij të dashur në serialin e famshëm për fëmijë Sesame Street. Vdekje. 1973. Vdiq Pearl Sabuk, shkrimtare amerikane. 1900. Vdiq Gottlieb Daimler, inxhinier gjerman. 1994. Vdiq Melina Mercouri, këngëtare, aktore greke si dhe ministre e kulturës. 1998. Vdiq Adem Jeshari, një ndër themeluesit dhe udhëheqësit e UÇK-s, heroi i popullit. 2016. Vdiq Nancy Reagan, dama e parë e SBA-ve. 2017. Vdiq Arif Demolli, shkrimtar shqiptar. Festa dhe përvjetore. Ghana, dita e pavarësisë. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën e dhe shëndeti. Avokado është një pemë frutore fillimisht u zbuluar në Meksik dhe përdorimi i saj daton rreth 5000 vite më parë. Pema avokados është rritur edhe në Amerikën Qendrore dhe Jugore. Në shekullin e 19, avokado hyri në Kaliforni dhe që nga ajo kohë u bë një prodhim komercial shumë i suksesshëm. Avokado e quajtur edhe dardha e aligatorit ka një përmbajtje të lartë të fibrave, natriumit dhe nuk ka kolesterol. Ajo siguron 20 lëndë ushqyese thelbësore, përfshirë fibrat. Ajo është e pasur me acide yndyrore omega 3, me vitamina A, C, D, E, K dhe B, tiamin, riboflavin, niacin, acid pantotenik, biotin, vitamin B6, vitamin B12 dhe folate. Ushqimet natyrore të pasura me acide yndyrore si omega 3, siç janë avokadot, njihen gjërësisht për ruajtjen e një zemre të shëndetshme, trurit dhe syve. Një neuroshkencëtar i psikiatrisë e ka cilësuar avokadon si një nga ushqimet më të mira për të ruajtur një tru të shëndetshëm, të aftë për të ndihmuar në parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit. Kjo nuk është vetëm për shkak të përfitimeve shëndetësore të acideve yndyrore omega 3. Përmbajtja e lartë e vitaminës C. Dozat e larta të vitaminës E mund të neutralizojnë radikalet e lira dhe akumulojnë proteinat, gjë e cila në rast të kundërt çon në humbje të kujtesës dhe me pacientët me Alzheimer. Acidet yndyrore. Këto lloje yndyrnash ndihmojnë për të kontrolluar trigliceridet dhe qarkullimin e gjakut, për të ulur nivelet e kolesterolit në gjak dhe për të mbajtur në kontroll nivelet e diabetit. Folate. Kjo vitamin B e tretshme në ujë nxit për hapjen e qelizave të shëndetshme dhe zhvillimin e indeve. Sipas Institutit Kombëtar të Ushqimit të Shëndetshëm, kjo është e veçantë, e rëndësishme gjatë periudhave të ndarjes së shpejtë të qelizave dhe gjatë rritjes, siç janë fazat e fëmijërisë dhe shtatzanisë. Folati gjithashtu është thelbësor për metabolizmin dhe ndihmon në ruajtjen e niveleve normale të aminoacideve. Luteina është një karotenoid që mbron kundër disa kancerave dhe redukton rrezikun e degenerimit makular, shkaku kryesor i verbërisë tek të moshuarit dhe të rriturit mbi 65 vjeç. Acidi oleik dhe kaliumi, të dyja këto lëndë ushqyese ndihmojnë në reduktimin e kolesterolit dhe rrezikun e rritjes së presionit të gjakut.
Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Emilio Delgado, një ditë të nxehtë vere më 8 maj 1940 në Calkeso të Kalifornisë, lindi Emilio Delgado, një djalosh që do të bëjë një figurë ikonike për miliona fëmijë nëpër botë. I rritur në qytetin kufitar meksikal në Meksik, ajo përball herët me sfidat e jetës. Pasioni për aktrimin dhe muzikalitetin e gjuhës e tërhoqi që në moshë të re, por rrugtimi i tij drejt famës nuk do të ishte i lehtë. Në vitet e para të karrierës, Emilio provoi talentin e tij në teatr dhe televizion, por suksesi i madh erdhi në vitin 1971, kur ai u bë pjesë e kastit të Sesame Street, serialit arsimor për fëmijë që do të ndryshonte jetën e tij. Ai u bashkua programe si Luis Rodriguez, një riparues i butë i kujdesshëm i dyqanit të lagjes, e buzëqeshjen e tij të ngrohtë dhe zërin e qetë, ajo kthye në figurë familjare për gjenerata të tëra fëmijësh, të cilët mësuan me të numrat, shkronjat dhe më e rëndësishmja vlerat e miqësisë dhe komunitetit. Emilio nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një pioner, një kohë kur rolet për latinët në televizion ishin shpesh stereotipike. Ai solli një portretizim të ndershëm dhe dinjitos të një njeriu punëtor dhe të dashur. Për më shumë se 44 vjet ai qëndroi pjesë e Sesame Street, duke thyer rekorde si një nga aktorët më jetëgjatë të serialit. Por Emilio nuk u kufizua vetëm në ekranin e vogël, ai mori pjesë në shfaqje teatrale dhe u angazhua në çështje sociale, duke promovuar barazinë dhe përfaqësimin e hispanikëve në media. Me zërin e tij të butë dhe pasionin për drejtsinë, ai u bë një shembull për komunitetin latin në Amerikë. Jeta e tij u ndërprer më 10 mars të vitit 2022, ku ai humbi betejën me një sëmundje të rëndë. Megjithatë, trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në zemrat e të gjithë atyre që u rritën me të, duke dëgjuar zërin e tij të ngrohtë në rrugëzat e paharrueshme të Sesame Street. Ennio Morricone lindi në Rom 10 nëntor 1928, vdiq më 6 korrik 2020. Ishte një kompozitor, dirigjent dhe aranxhues italian. Karriera e tij përfshin një gamë të gjerë zhanresh kompozicionale, duke bërë atë një nga kompozitorët më të rëndësishëm, më pjellor dhe më me ndikim të filmave të gjitha kohërave. Trajnimi i tij i parë muzikor u zhvillua në Konservatorin e Santa Cecilia në Rom, ku diplomua fillimisht në trumpet dhe më pas në kompozim, në drejtimin e kompozitorit Goffredo Petrasi. Ai ka shkruar muzikën për më shumë se 470 filma dhe seriale televiziv, si dhe vepra të muzikës bashkëkohore. Muzika e Morricone është e përdorur në më shumë se 60 filma të vlerësuar me çmime, si një aranxhues i ri për kompaninë diskografike RCA Italiana, aktive në Rom në atë kohë. Ai gjithashtu kontriboi në formimin e tingullit të viteve 60 italiane, duke krijuar këngë të tilla si Sapore di Sale, Il Mondo dhe sukseset Edoardo Vianello, Tino, Gianni Mencia dhe me të gjitha Gianni Morandi. Duke filluar nga viti 1946, ai kompozoi më shumë se 100 pjesë klasike, por ajo që i dha famë ndërkombëtare Morricone si kompozitor ishte muzika e prodhuar për zhanrin perëndimor italian. Gjë që bëri atë të bashkëpunonte me regjisorë si Sergio Leone, Duccio Tessari, Franco Giraldi, Giulio Petroni, Sergio Solima dhe Sergio Carbucci, me tituj si Trilogjia e Dollarit, Një armë për Ringon, Përballja, Heshtja e Madhe, Mercenari, Emri im nuk është askush dhe Trilogjia e Kohës. Nga vitet 70, Morricone u bë gjithashtu një emër i quajtur në kinemat e Hollywoodit, duke kompozuar muzikë për regjizorë amerikan si John Kemperter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Terence Malick, Oliver Stone, Roman Polanski dhe Quentin Tarantino. Morricone shkroi muzikën për më shumë filma të nominuar për çmime Oscar si Days of Heaven. Në vitin 2007 ai mori çmimin e nderit të Akademisë për arritje të përjetshme për kontributin e tij madhështor në artin e muzikës së filmit, pasi ishte nominuar 5 herë midis 1979 dhe 2001, pa e marrë kurrë çmimin. Më 28 shkurt 2016 ai mori Oscarin e tij të dytë për partiturat e filmit të Quentin Tarantinos, për të cilin ai fitoi gjithashtu Golden Globe. Morricone ka fituar gjithashtu 3 çmime Grammy, 3 Golden Globes, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento, 2 çmime europian të filmit, një luan të artë për arritje jetësore dhe një çmim Polar Music. Ai gjithashtu ka shitur më shumë se 70 milion tisje. Ai ishte një akademik i plot i Akademisë Kombëtare të Santa Cecilias dhe një antar i shoqatës Nova Consonanza.
e angazhuar në përhapje dhe prodhimin e muzikës bashkohore në Itali. Me 26 shkurt 2016, ajo nderua me yllin me numër 2574 në Hollywood Walk of Fame. Me 27 dhjetor 2017, ai mori nderin e kryqit të madh të kalorësit të urdhrit të meritës së Republikës Italiane, gradën e dytë më të rëndësishme. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Aurela Gaçës, e cila është një këngëtare e njohur shqiptare. Ajo është 3 herë fituese e Festivalit të Këngës, 3 herë fituese e Këngës Magjike dhe 2 herë fituese e çmimit Balkan Music Award për këngën ballkanike të vitit dhe këngëtarja më e mirë nga Shqipëria. Ajo ishte gjyqtare në sezonin e 3 të The Voice of Albania. Në vitin 2011 fitoi edicionin e 49 të Festivalit të Këngës me këngën Kënga ime dhe përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision të 2011-s, të mbajtur në Düsseldorf të Gjermanisë. Aurela Gaçe lindi më 16 tetor të vitit 1974 në një familje shqiptare në fshatin Llakatund në Vlorë. Këngëtarja shqiptare Aurela Gaçe ka filluar të këndojë që në moshën 4 vjeçare në festivalin e fëmijëve në qytetin e saj në Vlorë, aty ku ka spikatur talenti i saj, që do të shpalosej më tej gjatë gjithë fëmijërisë në ngjarje muzikore, ku dhe ka fituar mjaft çmime. Në moshën 19 vjeçare, ajo mori pjesë në festivalin e madh të këngës në Radio Televizioni Kombëtar në Tiranë, ku dhe pati një performancë shumë të mirë me këngën Pegaso. 4 muaj më vonë ajo konkuroi dhe fitoi në festivalin e Pranverës në vitin 1994. Në vitin 2010, Gaçe fitoi edicionin e 49 të Festivalit të Këngës me këngën Kënga ime. Kënga e saj më e suksesshme është origjinale dhe ka më shumë se 8 milion shikime në YouTube. Pasi përjetoi sukses në fund të viteve 1990 dhe fillim të viteve 2000, ajo e la të kënduarin dhe u transferua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qëndroi për 8 vite. Ajo rikthye në industrinë e muzikës në vitin 2010 duke publikuar Origjinale, një këngë e kompozuar nga Flori Mumajesi, e cila bëri një sukses mjaft të madh. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim se si buburrecat mund të jetojnë deri në 9 ditë pa kokë. Kjo dukuri e habitshme ka disa shpjegime shkencore, të cilat lidhen me anatominë unike të buburrecave dhe mënyrën se si funksionon sistemi i tyre nervor dhe qarkullimi i gjakut. Ndryshe nga njerëzit dhe shumica e gjytarëve, buburrecat nuk varen plotësisht nga truri për të kryer funksionet bazë trupore. Ata kanë një sistem nervor të decentralizuar, që do të thotë se shumë nga lëvizjet dhe funksionet e tyre kontrollohen nga ganglodine nervore të shpërndara përgjatë trupit dhe jo vetëm nga truri. Kështu edhe nëse humbin kokën, ato mund të vazhdojnë të reagojnë ndaj stimujve për disa ditë. Në organizmat si njerëzit, humbja e kokës do të shkaktonte një humbje të menjëhershme të gjakut dhe presionit, duke çuar në vdekje të shpejtë. Por buburrecat kanë një sistem qarkullues të hapur, që do të thotë se gjaku i tyre nuk qarkullon në enë të mbyllura si arteriet dhe venat, por rrjedh lirshëm nëpër trup. Për këtë arsye, prerja e kokës nuk shkakton gjakderdhje fatale, pasi plakët e tyre mbyllen shpejt dhe nuk e pengojnë organizmin të vazhdojë funksionimin për një kohë të caktuar. Njerëzit dhe shumica e kafshëve varet nga goja dhe hunda për të marrë oksigjen, por buburrecat kanë një sistem frymëmarrje krejtësisht ndryshe. Ata marrin oksigjen përmes spirkave, prima të vogla të vendosura në pjesët anësore të trupit të tyre. Kjo do të thotë se edhe pa kokë, ata mund të vazhdojnë të marrin frymë dhe të mbijetojnë për disa ditë, derisa të shterojnë rezervat e tyre të energjisë. Por pse vdesin ata pas disa ditësh? Edhe pse buburrecat mund të mbijetojnë pa kokë për një periudhë të shkurtër, ata eventualisht vdesin për 2 arsye kryesore. Humbja e aftësisë për të pirë ujë dhe ushqyer. Pa gojë ata nuk mund të konsumojnë ushqim apo ujë, kështu që ngordhin nga uria dhe dehidratimi për disa ditë. Infeksionet dhe dëmtimet e tjera, megjithëse trupi mund të vazhdojë të funksionojë për disa ditë, mungesa e mbrojtjes së kokës i bën ata më të ndjeshëm ndaj infeksioneve dhe sulmeve nga grabitqarët. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për alfabetet më të vjetër në botë. Në rrezullin toksor jetojnë me qindra e mijëra popull, kombe, grupe etnike e fise të ndryshme të cilat flasin me qindra e mijëra gjuhë, por për shkrim e lexim përdorin alfabete të njëjta apo të përafërta. Sot në botë janë në përdorim 40 alfabet, për të cilëve më të përhapur dhe më të njohur janë alfabeti latin, alfabeti kinez, alfabeti arab, alfabeti cirilik dhe alfabeti hebraik. Alfabeti latin është më i njohur dhe më i përhapur në botë, të cilët e përdorin popujt e ndryshëm anë kënd botës.
Popujt e shumë të botës që përdorin alfabetin latin e kanë trashëguar nga romakët e vjetër. Alfabeti latin është zhvilluar nga alfabeti i vjetër grek, i cili ka rënje tek alfabeti fenikas. Ka shtrirje në të gjithë kontinentet, me të mëdha përdoret në Europë, Amerikë Veriore e Latine, Australi e më pak në Azi dhe Afrikë. Është në përdorim zyrtar në vendet e zhvilluara ekonomike, si për shembull në SBA, Kanada, Britani e Madhe, Gjermani, Francë, Itali e kështu me radhë. Alfabeti latin në përdorim dallon prej popullit në popull, në nuanca të caktuara, në ndonjë zanore apo bashkëtingëllore. Alfabeti kinez është i përhapur dhe në përdorim zyrtar vetëm në kontinentin e Azis, por me numër më të madh të përqindjes së përdorimit të njerëzve në rrezullin toksor. Kryesisht përdoret në Kinë, Japoni, Kore Veriore, Kore Jugore dhe Vietnam. Alfabeti kinez është në përdorim në Kinë 3200 vjet që nga koha e dinastisë së Shangut. Alfabeti kinez karakterizohet me numrin e madh të shenjave, ka mbi 10.000 shenja, por më së shumti përdoren afro 3.000, sepse në vend të shkronjave janë shenjat dhe çdo shenjë paraqet një term të caktuar. Alfabeti arab është i përhapur kryesisht në botën arabe dhe muslimane, është zhvilluar në ndikim të pesërishëm të alfabetit të vjetër sirian. Shkruhet nga e djathta në të majtë dhe ka forma të ndryshme kur shkronjat gjenden në fillim, në mes apo në fund të fjalës. Ka përdorim kryesisht në kontinentin e Azisë dhe Afrikës, ka qenë i përhapur edhe në një pjesë të Europës në Ballkan, në fillim të shekullit 20 dhe kryesisht përdoret nga turqit, shqiptarët dhe bosnjakët. Gjerët e zëvendësimi i alfabetit arab me alfabetin latin, që nisi në vitin 1908 me vendimin në Kongresin e Manastirit për zëvendësimin e alfabetit arab me atë latin tek shqiptarët, me çrast aplikim zyrtar gjeten në Shqipëri nga vitet 20 të shekullit të kaluar, ndërsa në troje tjera etnike shqiptare të okupuara nga serbët si në Kosovë, Maqedoni, Serbi e Maltëzi, nuk u lejua përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe dhe alfabetit latin, por u imponua si gjuhë zyrtare gjuhë serbe dhe alfabeti cirilik. Teksa në vitin 1941 me ardhin e mësuesve nga Shqipëria dhe hapjen e shkollave shqipe në Kosovë dhe në trojet e tjera shqiptare, filloi mësimi dhe përdorimi i alfabetit latin. Në Bosnjë dhe Hercegovinë u zyrtarizua alfabeti latin krahas alfabetit cirilik në vitin 1918, me rastin e themelimit të mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe Në Bosnjë dhe Hercegovinë u zyrtarizua alfabeti latin krahas alfabetit cirilik në vitin 1918, me rastin e themelimit të mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe slovenëve, apo ashtu quajtura mbretëria jugoslave. Në Turqi zëvendësimi i alfabetit arab me alfabetin latin u bë në vitin 1928, me reformat e gjithanshme të ndërmarra nga themeluesi i shtetit të sapo krijuar, Mustafa Ataturku. Ky gjenocid kulturor i ndërmarrë kundër këtyre tre popujve autokton të Ballkanit, turqëve, shqiptarëve dhe bosnjakëve, la pasoja fatale afatgjata, ashtu që brenda natës mbetën analfabet, pa shkrim e lexim. Këta tre popuj të cilët me qindra vite kanë përdorur alfabetin arab. Kjo i bie njëjë tani në kohën e sotme, dikujt i bie ndërmend prapë të bëjë zëvendësimin e alfabetit latin të tanishëm me alfabetin kinez. Librat, bibliotekat, arkivat të tëra me alfabet arab të grumbulluara me qindra vite u zhdukën apo u eliminuan nga përdorimi i tyre, dhe ato shkrime dhe libra të mbetura në arkivat tani kanë mbetur të papërdorura, pasi vetëm një numër i vogël i ekspertëve të tanishëm mund të hulumtojë dhe dëshifrojë këto shkrime dhe dokumente, të cilat kanë pasqyruar historinë qindravjeçare të këtyre tre popujve autokton të Ballkanit, turqëve, shqiptarëve dhe bosnjakëve. Alfabeti arab, edhe pse në shikim të parë duket i vështirë, është i lehtë për shkrim e lexim, e sidomos është i njohur bukushkrimi arab apo kaligrafia arabe. Alfabeti arab, edhe pse në shikim të parë duket i vështirë, është i lehtë për shkrim e lexim, e sidomos është i njohur bukushkrimi arab apo kaligrafia arabe, e cila është e vetmja dhe e veçantë në rrezullin toksor. Alfabeti cirilik është i përhapur kryesisht në Azi dhe një pjesë të Europës, kryesisht të popujt slav të ritit ortodoks. Në përdorim zyrtar është të Federatën Ruse, Bielorusi, Ukrainë, Bullgari, Serbi dhe Maqedoni. Vëllezërit Kirili dhe Metodi janë themeluesit e alfabetit cirilik, i cili bazohet në alfabetin e vjetër grek. Për dallim nga alfabeti latin, shkronjat e alfabetit cirilik janë më të theksuara, po ashtu përdoret edhe në shtetet muslimane pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Alfabeti hebraik është i përafërt me alfabetin arab, daton nga shekulli 3 para epokës së re dhe rrënjët i kanë nga alfabeti arameik, të cilën hebrejt e përdorin që nga shekulli 6 para epokës së re. Alfabeti hebraik shkruhet nga e djathta në të majtë, njëjtë sikurse alfabeti arab. Është në përdorim zyrtar vetëm në Izrael, ndërsa e mësojnë dhe hebrejt anëkënd në përbot, e ruajnë me një fanatizëm të rrallë. Tani u ftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 6 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin.
Paraditja do të karakterizohet nga qielli i pastër dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Edhe gjatë pasdites pritet të mbizotërojë moti i kthjellët dhe temperaturat relativisht të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 17:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 19 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 6 mars 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm dhe kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa edhe gjatë pasdites pritet moti i kthjellët dhe i qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.